Një përplasje fizike dhe përdorim arme ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në një restorant të Tiranës duke shkaktuar një plagosur. Sipas dëshmive, ngjarja ka ndodhur në një tavolinë me 7 persona të pranishëm, të cilët u përfshin fillimisht në një konflikt verbal. Pas fyrjeve dhe ofendimeve, tensionet shpërthyen në dhunë fizike, ku përveç grushtave dhe goditjeve me karrike, një prej tyre nxorri një armë dhe qelloi. Për shkak të një mosmarrëveshje ende të pasqaruar, një person ka mbetur i plagosur dhe dyshohet se është goditur disa herë me qytën e pistoletës. Pas ngjarjes, të dyshuarit janë larguar me shpejtësi nga vendi i incidentit duke ikur me 4 makina. Policia ka mbritur shpejt në lokal dhe ka sekuestruar një këzhoj si dhe armën e zjarrit, e cila është lënë brenda restorantit pas rënjes gjatë përleshjes. Aktualisht, arma është dërguar në laborator për ekspertizë dhe për të identifikuar ADN-n dhe shenjat e gishtave, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur plotësisht ngjarjen dhe identifikuar të dyshuarit. Sidoqoftë, deri tani nuk ka asnjë informacion lidhur me identitetin e të plagosurit apo përkatësinë e personave të tjerë të pranishëm në vendngjarje. Policia nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar mbi ngjarjen.